se lëvizja vetëvendosje do të marrë një mbështetje solide sërish. Vargu i parë i arsyeve ka të bëjë me atë që është arrit deri më tash prej vitit 2021 në të gjitha fushat e jetës tonë, edhe në rrafshin e sigurisë dhe të forcimit të institucioneve tona të sigurisë, e sidomos investimet e mëdha që kanë ndodhur në ushtrinë e Kosovës, në armatimin e saj dhe në shtimin e madh të numrit të ushtarëve. Po ashtu edhe në çdo fushë tjetër, 300 milion euro kanë shku drejt për drejt te fermerët tanë, dhe kjo ndihet sa i përket nivelit të bujqësisë. Pastaj kemi bërë edhe shumë arritje tjera sa i përket mirëqenies sociale të familjeve tona, se sa marrin të ardhura familjet tona. Gjatë këtij mandati 2 herë u rrit koeficienti i pagave në sektorin publik, u rrit paga minimale dhe nga Nikoriku vitit tashëm është përcaktuar që të jetë 500 euro. Ka pas ndihmë të madhe për nënat që lindin dhe tash është lidh drejt për drejt edhe paga që nënat lehona marrin drejt për drejt me pagën minimale. Pra nga Nikoriku do t'i marrin nga 500 euro e për 6 muaj 3.000 euro se cila nënt që lind. Shtesat e fëmijëve u rritën, masat të tjera do të vendosen dhe kjo tregon që pensionet po ashtu 2 herë u rritën, sepse i kemi gjetë 90 euro. Krejt kjo tregon që lëvizja vetëvendosje në krye me kryeministrin Albin Kurti ka bërë shumë punë të mira, ka vazhduar një betejë shumë e madhe, shumë serioze dhe me rezultate të prekshme e konsolidimit të sovranitetit tonë në krejt territorin e Republikës Kosovës, sepse me një pjesë caktuar të vendit tonë kemi pas probleme për shkak të qasjes së Serbisë dhe bandave kriminale të cilat drejt për drejt janë komanduar nga Serbia, është bërë një punë e mirë edhe në këtë drejtim. Kosova falë kësaj politike të vetëvendosjes sot është më e sigurt, kufit janë më të sigurt, integritetit territorial e po ashtu edhe sovraniteti i Republikës sonë. Në aspektin e mirëqenies familjeve, po ashtu se cilën familje me cilën mund është me fole, me intervistu, kjo është e prekshme edhe vrehet. E vargu i dytë i arsyeve është çka do të bëj zoti Kurti deri në vitin 2030. Projektet shumë ta përmban programi ynë, prej ma gjiganteve që unë do t'i kisha dallu, është 1 miliard euro të reja në prodhimtari, enkas në aktivitetet prodhuese të ekonomisë tonë, për çdo vit nga 250 milion euro po i bie. Pastaj askush nuk ka menduar seriozisht në vendin tonë për ujërat e Kosovës. Do të jetë një projekt